Në Kosovë kanë vazhduar diskutimet rreth 3 ish-pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës të dyshuar për krime lufte që të martën udhëtas janë aratisur nga Spitali i Prishtinës për të shmangur transferimin e tyre në qendrën e paraburgimit në veriun e Mitrovicës, një zonë e banuar me shumicë serbe. Avokatët dhe familjarët thonë se ata nuk janë aratisur, por po negociojnë me misionin e EULEX-it që gjithë procesi kundër tyre të zhvillohet në Prishtinë dhe jo në veri të Mitrovicës për shkaqe sigurie, ndërsa EULEX-i mohon të ketë negociata për këtë çështje. Të tre ata janë pjesë e grupit prej 15 personash të akuzuar në ndyshimet për krime lufte, procesi gjyqësor kundër të cilëve është planifikuar për të njëjtën më 22 maj. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu. Për 2 ditë me radhë kanë vazhduar debatet e paqartësit rreth njoftimit se të martën 3 persona të paraburgosur ishin aratisur nga Spitali i Prishtinës, ku po trajtoheshin nën përkujdesin e shërbimit korrektues të Kosovës. Të tre ata janë pjesë e grupit prej 15 vetash të akuzuar në ndyshimet për vepra penale të krimeve të luftës kundër popullatës civile, përfshirë tortura, keqtrajtim të burgosurve dhe vrasje, të cilat pretendojnë se mund të jenë kryer në një qendër paraburgimi të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në fshatin Likos të komunës së Skenderajt në vitin 1998. Në mesin e të akuzuarve janë ish-komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës Sulejman Selimi, njohur me emrin e luftës Sultani, aktualisht ambasadori i Kosovës në Tiranë, dhe kryetari aktual i komunës së Skenderajt Sami Lushtaku, ish-komandanti i zonës së parë të ish-ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Zyrtarët e burgjeve thanë se të aratisurit janë Sami Lushtaku, Ismet Haxha dhe Sait Jashari dhe se ky veprim pasoi mospajtimin me vendimin e një gjykatësi të EULEX-it për transferimin e tyre në qendrën e paraburgimit në pjesën veriore të Mitrovicës. Avokatët dhe familjarët thanë se ata nuk janë aratisur, por janë duke negociuar mundësinë që të mos transferohen në Mitrovicë dhe që procesi gjyqësor i planifikuar të fillojë të njëjtën më 22 maj të mbahet në Prishtinë. Zyrtarët e EULEX-it mohuan të kenë zhvilluar negociata, ndërkohë që Ministria e Drejtësisë së Kosovës tha nëpërmjet një komunikate se lidhur me këtë çështje është formuar grupi i përbashkët punues nga kjo ministri, shërbimi korrektues dhe EULEX-i për të shqyrtuar situatën dhe veprimet e mëtejshme. Kjo ministri shpjegoi se transferimi i të akuzuarve në veri të Mitrovicës nuk është bërë për shkak se drejtuesit të shërbimit korrektues nuk kanë marrë garanci për sigurinë e të paraburgosurve. Shqetësimet për sigurinë në atë pjesë kishin nxitur reagimin e shoqatave të dala nga lufta e ish-ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe veprimtarët e të drejtave të njeriut, të cilët tërhoqën vëmendje se EULEX-i kishte respektuar shqetësimet për sigurinë të paraburgosurve serb, duke mundësuar atyre largimin nga qendra e paraburgimit në Prishtinë dhe vendosjen në veri. Zyrtarët e EULEX-it thanë se vendimi kishte të bënte vetëm me ditët kur do të zhvillojë procesi gjyqësor kundër tyre në gjykatën themelore që ndodhet në verun e Mitrovicës, në përgjithësinë e së cilës bie edhe rajoni ku dyshohet se mund të jenë kryer krimet që u vjen në bark të pandehurve. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.